Pas vendimit të gjykatës kushtetuese që pezullonte dekretin e presidentit vetëm për datën e garës elektorale për kryeqytetin, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërprer çdo përgatitje për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesëme lokale në Tiranë. Që dje, me njerë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërprer dhe ka pezulluar të gjitha përgatitjet që lidhen me procesin zgjedhor në Bashkinë e Tiranës. Cili do qoftë vendimi i gjykatës kushtetuese për ankimimin e Erion Veliajt, që do të merret në datën 31 tetor, Ilirian Celibashi thotë se nuk ka kohë të mjaftueshme që zgjedhjet në Tiranë të mbahen në datën 9 nëntor. Zhvillimi i procesit zgjedhor në datën 9 për Bashkinë e Tiranës është thuajse i pamundur. Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve është i kujdesshëm të shpjegojë se institucioni që ai drejton, ndërkohë që pritet vendimi i kushtetueses, nuk do të ndërmarrë asnjë hap para përgatitor për zgjedhjet në Tiranë. Dhe do të ishim në thyrje të kushtetutës, kodit zgjedhor, ne si KQZ nuk mund të bëjmë asnjë veprim. Ndërkohë, për 5 bashkitë të tjera të Vlorës, Beratit, Tepelenës, Mahatit dhe Cerrikut, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po vijojnë përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve në datën 9 nëntor.